Adhrues të basketbollit, kthehemi me pamje përsëri në palestrën Minatori, pjesa e parë 35 me 38, një pjesë e parë shumë interesante. Trepça kalonte në përsi në çerekun e parë prej +8, më pas me një seri prej 11-2 në 3 minuta e 40 sekondat e fundit. Vllaznimi e mbylli me avantazh minimal 10 minutëshin e parë 18-20. Më pas me treshet e Asbruku dhe Amzillit në çerekun e dytë, skuadra e Trepçës shkoi në +5, 31-26, mirë po përsëri e patëm një përgjigje të mysafirëve, të cilët realizuan seri prej 12-4, gjatë të cilës u dallua Jerry Cole Helms me 2 treshe, pra këto 2 treshe që po i shihni që i ka të shënuara, total prej 12 pikëve në sekondat e fundit, pra në minutën e fundit të pjesë e parë i realizoi gjysmën e pikëve me 2 treshe të njëpasnjëshme, 12 pikë Helms, 11 pikë Hasbrook, secili nga 2 treshe. Pra po i shihni edhe statistikat. Çdo gjë e gatshme, ja ku e kemi edhe Burim Zekiqin, kur thash në fillim të ndeshjes ju tregova për atë duelin dramatik kur Trepça anuloi minusin për 11 pikëve me 4 treshe të Markiz Warikut dhe ato pikët në fund të Jerry Helmsit, nga -11 e fitoi duelin 85-83, pra vllaznimi e ka zakon të bëjë rikthime senzacionale ndaj Trepçës, sikur se bëri me 7 tetor, një gjë të tillë e kishte bërë edhe me 23 tetor të vitit 2022, por duhet të theksu se dyja këto rikthime ndodhen në Shani Nushi. Në ndeshjen që e përmenda me 23 tetor 2022, vllaznimi kishte rikthyer ndeshjen në minutat e fundit dhe kishte fituar fal Burim Zekiqit, të cilin e pam parës është i lënduar, e ka të lënduar tendinën e akilit. Burim Zekiqi, i cili aso kohë ishte lojtari i vllaznimit dhe kishte shënuar 4 treshe rresht për ta fituar ndeshjen me rezultat 75-72, ndërkohë Zekiqi u kthye nga vllaznimi në folje dhe aktualisht është lojtari i Trepçës, por fatkeqësisht si vjet nuk ka pas minutazh aq sa duhet. Shpresojmë që Beqiragiqi ta akomodoj disi dhe t'ja pak më shumë minutazh Burim Zekiqit, sepse me vërtet ky djalosh e meriton, po i kalon koha dal nga dal Burimit, tashmë 28 vjeçar, djaloshi i cili sikur të gjente, ja pra ku e kemi atje, e ka të lënduar tendinën e akilit, djaloshi i cili sikur të gjente më shumë minutazh dhe besim sigurisht se do të gjente vend edhe në përfaqësuesën e Kosovës. Si pas mendimit tim, ndoshta më i talentuari nga vëllezërit Zekiqi Burimi, një dorë e butë e jashtëzakonshme. Ja, nxënësit fëmijë për plot me fëmijë sonte në palestrën Minatori, nxënësit e shkollave fillore, sot mysafir të klubit basketbollistik Trepça në këtë duel, po e bën një atmosferë fenomenale. Saj për këtë statistikave thash, me të vërtet u kënaqëm sot. Dominimi skuadrës së vllaznimit në kërcime 18-11, edhe në topat të vjedhur 6-4. Dhe këto kërcime sidomos në sulm, duke i falenderuar Derek Wilsonit dhe atyre 3 kërcimeve të tij, 9 pikë të realizuara nga rastet e përmirësuara të skuadrës vllaznimit, asnjë nga Trepça. Dhe kjo është sigurisht një gjë të cilën e ka vërejtur dhe për çka i ka kritikuar Adis Beqiragiqi. Jora ne i ka luajtur i fundit me top. 35-38 mbetet rezultati. Do të
Kthehet koha përsëri. Startohet Jackery Payne. Kërkon largimin e Tmushicit në kënd atje. Po e pret topin. Adis Beqiragiqi tha që të shkon në kënd. Amzili lufton atje me Hellemsin, i cili e kthen për Sean Jonesin, tentim nuk realizon. Joranej e kap këtë top për Wilsonin. Anej në stil të playmakerit për Jerry Hellemsin, i vetmuar shumë larg ishte Tmushici. Da Sylla e kthen te Joranej, i cili lufton atje. Faul i Sean Jonesit, do të jetë ky fauli i treti i Sean Jonesit. Si duket ka goditur në mjekër. Apo jo. Është fauli Tmushicit. 35 me 39 sakt nga vija gjuajtjeve të lira. Herën e parë Joranej, pika ti e 5 për herë të parë në vijën e gjuajtjeve të lira është Anej. Pa një efikasitet prej 82% si vjet, i realizon të 2 gjuajtje të lira për e përsin më të thellë të vllazimit deri tash. Plus 5, e përsia më e thellë e Trepçës ishte ajo në fillim, 11 me 3 pas atyre 3 tresheve rresht. 2 nga ky djalosh, Jackery Payne, heroi ndeshjes kundër PES në Karagaq me atë treshën e tij në sekondën e fundit. Të vazhdimeve Amzili për Hasbrukun, i cili tenton nuk realizon, lufta vazhdon dhe i fundit me top. Sean Jones luan double fist, thot grushti dyfisht Adis Beqiragiqit. Të shohim çfarë mbrojtje do të jetë kjo. Tuna është në loj. Dal nga dal po e rimer vetën pas një janari fantastik të Tunës dhe Amzilit. Tuna u lëndua. Është faul kë nga kush? Mustafa Amzili ka shkaktuar faul ndaj Jerry Hellemsit. Personalja e parë Amzilit. 2 faula ekspres nga Jones dhe Amzil në start të qerekut të tret. Da Sylla luan me këmba tje Tuna. Anej e sheh korridorin, mbrojtje zonale. Da Sylla nga 9 metra atje bombardon për treshën e tij të parë. Edhe përsin më të thellë prej 8 pikëve. Në anën tjetër, Jones tentoi me ngulit. Hellems për mrekulli asiston dhe përsia e parë dyshifrore reagon me njëherë atje. Me timeout Adis Beqiragiqi, e përsi dyshifrore për herë të parë cilës do skuadër në këtë duel, në këto 2 minuta 10 sekundat e para. Një seri prej 7-0 e mysafirve. Kërkon nga Sean Jonesi atje që mos shkon me ngulitje, por të shënojnë thjesht dhe të mos bëjnë gabime. Është i qetë, di. Nuk është shumë. Mirë po, nuk dëshiron relaksin me kjo treshe e Ron Da Syllës. 5 pikë të Da Syllës, i cili ka dhe nga 2 kërcime, 2 asistime. Në anën tjetër Hellems me 12 pikë të realizuara, 4 asistime tashmë dhe 3 kërcime. Është figura qendrore. 7 pikë ka Samiri Zekiqi, 6 Anej, 6 i ka dhe Tarin Todd. Këto
depërtime dhe 2 gjuajtje të lira të tij. Payne për mrekulli. Dhe tani Sean Jones e ndëgjon Adisin, nuk e komplikon, thjesht lëvizje mashtruese, anej në hava, topi të vendi. Helms depërton atje, Gabon, mbrojtje e mirë, topi i vjen në dorë Helmsit. Ngatrohet atje Jerry Helms. 37 me 45 dhe 11 sekonda për këtë sulm të vllazimit. Wilson, pick and roll atje, i krijon vetës hapësirë për të gjuajtur, mirë po airball. Gabon Wilson, një prej huqeve të rallat të tij sot, ishte 4-3 nga loja. Wilson. Tuna. Fauli Samir Zekicit ndaj Mustafa Amzillit. E ndëgjoni tani edhe brohoritjen e fëmijëve në palestër. Me vërtet një atmosferë e jashtëzakonshme. Lëzet me i pa fëmijët në basketbol. Amzilli, faul i Samir Zekicit. 2 faula ekspres të Samirit ndaj Amzillit. Personalja e 4 të Zekicit, i cili duhet të ullet të pushon. Ankohet Samiri se ishte i mbërthyer atje. Mirë po i tregon referi se e kishte përdor kofshën këmbën dhe kishte shkaktuar faul paraprakisht. Tuna për Amzillin, nga prapa, mbrojtje e mirë, i vëmendshëm ishte Joranej. Mbrojtje e mirë Anejt. Wilson, vjen Anej për pick and roll. Dasyla për Helmsin, lëvizje mashtruese Helmsit. Jashtëzakonshëm lufta vazhdon dhe tërhiqet Joranej. Përdore nga Mustafa Amzilli, personalja e dytë e reprezentuesit të Finlandës, të dyat në çerekun e tretë. Blokada atje. Ndrimi lojtarëve. Hasbrook largohet, Sek Henry në loj. Blokade Amzillit. Payne për Sek Henry. Edhe 10 sekunda për këtë sulm. Payne depërton për mrekulli, edhe njëherë tenton me ngulitje atje. Joranej, të gjithë atje i ndihmojnë me ngrit. Shumë është luftarak, lufton, e lën shpirtin në parket. Joranej, një lojtar i falenderueshëm për ekip. Joranej, 6 pik, 2 kërcime, 2 topa të vjedhur dhe një blokad deri tash nga Joranej. Winning inkuadrohet në loj. Payne ullet për të pushu vazhdimisht, po e balanson minutazhin, po i shpërndan minutat sonte Adis Beqiragiqi. Asnjë lojtar nuk ka luajtur më shumë se 19 minuta. Është ky Sean Jonesi, lufton atje Tuna për mrekulli. Ufa, çfarë blokade Joranej. Sek Henry tenton, nuk realizon. Rushiti pran Amzillit. Tuna pran Tunës është Anej. Winning për Sek Henry. Dueli 2 peshqeve. Wilson dhe Henry. Tuna, lëvizje bukur mashtruese, nuk realizon. Opa! Joranej shkakton personale.
Rushiti është atje afer edhe njëherë. E mban atje Rushiti për të mos rëzuar Akili Viningun. Ishte pak i kujdesshëm atje Joranej. Edhe një blokada e Joranej pak më heret. Edhe kur luan thjesht dhe nuk e komplikon, Sean Jones është i pandalshëm 39-45. Pika e 10 e Sean Jonesit, i cili ka dhe 6 kërcime nga 3 në sulme mbrojtje. Jerry Helens, por është sonte shumë. Luan 1-1 me Viningun. Jerry Helens me këthim, tenton, nuk realizon. Sek Henry, rolling i ti. Time out. Realizon Sek Henry. Kosh foul. Jerry Helens ka shkaktuar personale. 41-45. Një seri prej 6-0. E afron rezultatin 4 pik. Time out do të jetë edhe një gjuajtje e lirë për Sek Henry. Edhe njëherë shikoni Deportim 2 rollinga të një pas njëshëm, bon slalom, dalet në mënyrë të palijuar nga Jerry Helens. Seketure Sek Henry, lojtari që ka sjell me të vërtet cilësitë e trepça, fundori amerikan me alamet përvojën e ekipet të mëdha evropiane. Mjafton vetëm ta përmenim Hapoel Tel Avivin, një prej top 4 skuadrave të Euroligës aktualisht, ka luajtur në Pinar Karšiak, në Maccabi e tjerë i jashtëzakonshëm. Do ta ketë edhe një gjuajtje të lirë. Sek Henry. Tek trepsha, 3 lojtar të peshës startuese tashmë me pik 2 shifrore. Më efikasin betet Kenny Hasbrook, dërsa Sean Jones me 10 pike 6 kërcime. Dhe Jackory Payne me 10 pik të ti dhe 3 nishe, 1 kërcim, 1 asistim dhe 1 top të vjedhur. Ato parës ishin pikët e para të Sek Henry, i cili realizon edhe nga vija gjuajtjeve të lira dhe i gëzon tifozët e ri për 42-45. 4 minuta e 40 sekonda deri në fund të çerekut të tretë. Anej gabon atje në pasim. Joranej bëri lëvizjen mashtruese Rushiti, por nuk e priti Joranej që ta kryen demarkimin si duhet Arbini. Henry gabon atje, kundër sulmi shpejt, situat 3-2. Joranej, 2 gjuajtje të lira do të jenë për Joranej. Ishte i sakt në ato 2 tentimet para prake Joranej, edhe kësaj here realizon për 42-46. Trepsha u përgjegjë në atë serin fillestare të vllaznimit prej 7-0 me seri identike prej 7-0, pra nga -3 shkoj në -10 për ta sjell për serinë e -3 me këto 2 gjuajtje të lira të Joranejt. Rezultati shkoj në 5. Foul në sulm nga Mustafa Amzili. Vendosje e mençur e veterani Derek Wilson, 35 vjeçi, e përdori përvojën e tij, natyrisht e kthen në lojë Hasbrookun. Adis Beqiragici, duhet përvoja Hasbrooku tani në parket. Dasyla dhe Hasbrook anej për Rushitin. Helms dhe Tuna. Helms për anej. Lëvizje
mashtruese, mbrojtje fenomenale Sean Jonesit, lufton atje Derek Wilson, pusqeshin atje Winning dhe Wilson. Personale e Joranejt, i cili e meriton pauzën, edhe Derek Wilsoni me vërtet luftuan si burrat. 8 pikë, 2 kërcime, 2 topa të vjedhur dhe 3 blokada. Blokuesi më i mirë i Superligës, Pro Credit Superligës. Joranej me mesatare prej 2 presje, 2 blokadave. Sonte kalon mesataren duke realizuar 3 blokada. Isak në tentimin e parë Winning, edhe herën e dytë realizon për 44 me 47, përgjigjes në ato 2 gjuajtjet e lira të Anejt. Winning me 2 të lira në anën tjetër. Gordon, ish lojtari i Trepçës, ish mangët atje vjedhjes së topit. Gordon dalet në mënyrë të palejuar me faul nga Sean Jonesi. Është kjo personalja e tretë e Jonesit. 3 personalje Kapiti, Jones dhe Tmushici. 4 i ka Mustafa Amzili. Koha për Kapitin. Herën e parë është i pasak Andrew Gordon. 4 personale tek vllaznimi i ka Zekici. Është koha për kapitenin Ati Koshin, e thret atje Dorant Hana. Gordon realizon herën e dytë. 44 me 48 dhe po shihni 3:27 deri në fund. Rushiti largohet në lojë Koshi. Kapiteni nga 3 tentime nga loja nuk ka shënuar asnjë. Top i vjedhur nga Andrew Gordon. Tuna, mbrojtje agresive ndaj Ronda Sylës. Todd për mrekulli. Asisto dhe Ati Koshi, pikët e para i realizon nga prapa atje për 44 me 50. Hasbrook, personale e Ati Koshit. Do të jenë 2 gjuajtje të lira. Edhe njëherë kjo asistimi i Toddit i mrekullueshëm në nduar të Sek Henryt atje asiston. Isak nga tentimi i parë Kenny Hasbrook, pika e tij e 12. 4-4 është nga vija gjuajtjeve të lira, 5-5 nga gjuajtjet e lira, 13 pikë të Kenny Hasbrookut. Tarin Todd deporton deri në fund dhe realizon. Eri kthen e përsin prej 6 pikëve. Kapiti vjen në blok atje. Pick and roll, edhe njëherë punon atje Kapiti për Winningun, i cili tenton, nuk realizon. Tuna ishte afër atje për të përmirësuar gabimin. Tarin Todd për mrekulli atje, kërkoi edhe kontaktin me Kapitin. Gabon atje Tarin Toddi. Tmushici do të inkuadrohet në lojë. Tuna largohet. Jo shumë i kënaqur me këtë zëvendësim. Batën Tuna. Sonte vetëm 7 minuta lojë për të Tarin Todd për Jericho Hellemsin, i cili dalet në mënyrë të palejuar.
nga Mikajlet Mushici, është kjo personalja e 4 të Mushicit, po sa hyri në loj, shkaktoj të 4-tën. Largohet Winning, në loj kthehet Payne. Jerry Helms i sakt për 46 me 53. Pika e 13 e Helmsit. Pika e 14 e ti për 8 pike për si. Kemi në 2 minutat e fundit çereku të tretë. Payne për kapitin. Triloni është po ashtu në loj. Hasbrook depërton pa problem. Kapiti me rolling, me horog, realizon për 48 me 54. Anën tjetër ati Koshi shpëton këtë top. Terrin Todd nuk gjuan për 3 pik. Kërkon Jerry Helms. Drejtë në duar të Hasbrookut. Terrin Todd shkakton personale. Kërkojnë atje faul jo sportiv. Šta je nama Bubin svirao prošlu utakmicu ravno? Ovo je 3 ravno. Bubin, Mënyra e komunikimit e Adisit është për një nërë shumë simpatike. Da një refer s'pja përmen emrin në ndeshin e kalume një situatë të tillë nga ka referu faul jo sportiv, nëse ajo ka qenë faul jo sportiv, këtu e në 3 faula jo sportive, por natyrisht kjo është mënyrë e mjeshtit dhe ujku të vjetër me po pak presion edhe të referat. 50 me 54, realizon 2 gjuajtjet e lira Hasbrook. Helms për Rushitin. E kërkon topin atje Jerry Helms. Luan tani prej çfarë pozite atje mbi Hasbrookun për 50 me 56. Koshi bukur i Helmsit. Pika e tij e 16, 14 pik. I ka 16 i ka më falni. Edhe Hasbrooku tenton për 3 pik, nuk realizon. Tet është nga vija gjuajtjeve të lira. Kenny Hasbrook gjysmën e pikve ka realizuar nga gjuajtjet e lira. 4 faula janë shkaktuar ndaj tij. E te 4 faulat shkojnë me gjuajtje të lira. I ka realizu maksimalisht Hasbrook. Lëvizje bukur mashtruese atje. Helms e kërkon topin. Terrin Todd po e komplikon dhe topin e hub. Kundër sulmi shpejt atje. Jackory Payne depërton. E përmirëson atje Dardan Kapiti për 52 me 56 në sekundën e fundit të çereku të tretë. Pati shtyrje ankon atje, e vjedhi këtë top sek Henry. Jackory Payne depërtoi për mrekulli. E huqi atje, mirë po Dardan Kapiti me kërcim në sulm. E përmirëson dhe rezultati në 52 me 56 e afron në fund të 30 minutave. Edhe këtë qerek e fiton skuadra e vllazimit me 1 pik. Shumë interesant, Trepqa në qerekun e parë 18 pik, në të dytin 17, edhe në të tretin po ashtu 17, ka rritur Dorant Hana, edhe skuadra e Trepqës që të mbaj ekipin kundërshtar, Dorant Hana dhe vllaznimin në 20 pik të realizuara në çdo qerek. 52 me 56, çdo gjë është e hapur tek Trepqa, pra
Hasbrook në fakt i ka 15 pik, jo 16. Ka 15 pik dhe 3 topa të vjedhur e 2 asistime. Ka mbetur me ato 2 treshet e realizuara në pjesën e parë nga 4 tentime. Në qerekun e tretë pati 4 tentime dhe asire nuk e realizoi Hasbrook. 15 pik të ti, nga 10 pik kanë realizuar Payne dhe Jones, i cili ka dhe 6 kërcime. E në anën tjetër, koshashënuesi më efikas të vllazënimi me 16 pik është Jerry Cole Helms, nga 8 i kanë Anei dhe Taron Todd, nga 7 Wilson dhe Samir Zekici, i cili ka 4 personale dhe po pushon edhe më tej. Po futemi tani në qerekun e 4 dhe vendimtar, 52 me 56, 4 pike përsi, vazhdimisht 3 qerekët i ka fituar vllazënimi, të parin me 2 dallim, këto tjerët me nga 1, dhe aktualisht pas 30 minutave ka 4 pik plus. Triloni me Hellemsin, dhe kjo është mjeshtria e Trilon Hajrizit. Vështirë është kur Triloni vendoset në pozitën e postit të ullt atje, me shpinë kur luan, vështirë është me e ndalë, e ka këtë rollingun tepër të shpejt, është më i shpejt edhe se Gordoni, kosh faul, realizon edhe gjuajtjen e lirë për të afru rezultatin në 55 me 56. Katër pik të Drilonit. Wilson, Gordon lufton atje me kapitin, ati koshi shpejt e vis topi. Shumë ngushtë njëri pran tjetrit. Wilson, nga një pozitë e vështirë, Gjuan nuk shënon. Gabim në hapa e Gordonit, ankohon faul atje. Kapitin në brendi atje. Lëvizje e bukur mashtruese e Trilonit. Edhe njëherë e qoj në hava Jerry Hellemsin dhe priti me ra. Gordon natyrisht me njerë ja dorën ish bashkëtarit të ti. E tani me gjitha pikët e Trilon Hajrizit, rezultati barazohet, e ka mundësin që edhe këtë gjuajtje të lirë ta kaloj në përsi minimale prej 57 me 56, në këtë mini seri prej 5 me 0, të gjitha pikët e Trilonit, Trepqa nga -4 kalon e përsi minimale. Hellems dhe Rushiti ullën për të pushu, 3 personali ka Jerry Hellems, e ullë Dorant Hana pak në bank. Todd Wilson, Zekici, Rushiti dhe Gordon, peshja e vllazënimit në parket. Lufton atje Gordoni, Gabon, Hasbrook ja vjedh topin kundër sulmi shpejt, 3 me 2, Dardan Kapiti. Lëndohet atje. Fauli Samir Zekicit. Personalja e 5 të Samirit, i cili posa u inkuadrua në loj. E shkaktoi gabimin e 5 personal, dhe për të ndeshja kundër ish skuadrës së tij përfundoi 7 pik, 3 kërcime dhe një top i vjedhur për 19 minuta loj. Betet 57 me 56, i huqte 2 gjuajtjet e lira Dardan Kapiti. Ronda Sylla pa problem atje, ish mangët presingut. Todd me Gordoni në brendi, Gabon atje në pasim.
Edhe tot gaboj në pasim pak më i fuqishëm, por edhe në pranim të topit, Gordon nuk ishte i sigurt, ullet për të pushu, i paknaqur me këtë zëvendësim, edhe me lojën të cilën e bëri sonte Andrew Gordon, 3 pikë, 3 kërcime, por i ka dhe 3 topa të humbur. Jones, bukur për Hasbrookun, Drilon Hajrizi, lufton Jones, i shmangët atje blokadës Joran Ejt, lojtari me numër 11 Ati Koshi, ka shkaktuar personale. Jones do të jetë në vijën e gjuajtjeve të lira. Hera parë që është në vijën e gjuajtjeve të lira. Ka një efikasitet prej 74%, 58 me 56, gjitha gjuajtjet e lira. Drilon Hajrizi i realizoi sonte. Edhe Sean Jones 59 me 56. Pra kemi tashmë një seri prej 7-0. Në këto 2 minutat e para ende s'kemi pik nga vllazënimi. Tenton Dasyla. Kërkon time-out Dorant Hana. Tërhiqet nga time-outi. Bloki dyfisht atje për Henryn. Lufton atje Ati Koshi. Shkakton apo jo, e ka shkelur Vin para se të pranon të topin. Topi humbur është ky topi i 15 i humbur për Trepçën sonte. Trepça megjithatë ka 3 pike përsi, ndërsa kanë mbetur edhe 7 minuta e 25 sekonda loj. Pressing i jashtëzakonshëm i Hasbrookut ndaj Tarin Todit, Wilson pran Jonesit për Joran Ejt lufton dhe mbi Drilon Hajrizin realizon pikët e para pas gati 3 minutave loj. Vi nga Joran Ejt, 59 me 58, 10 pikë të Anejt, vetëm lojtari i dytë me pikë dyshifrore tek vllazënimi. 16 i ka Helms, i cili momentalisht po pushon. Henry, Koshi është pranë tij. Opala, lëvizje bukur mashtruese, mirë po mbeti me top në dorë Kenny Hasbrook. Topi i 16 i humbur i Trepçës. 16 topa të humbur i ka dhe vllazënimi, shumë topa të humbura të dyja skuadrave sonte. (59 me 58 tot). Pranë ti është Hasbrooku, atje Anej me blok për Dasylën, i cili bombardon dhe e përsin e rikthen me këte treshet të ti, një mini seri prej 0-5. E rikthen avantazhin minimal në anën tjetër. Pick and roll me Johnson. Drilon Hajrizi. E përshëndet atje Joran Ejt. Lëvizje bukur mashtru, ufa. Pak e ka godit edhe me bryll në kokë, por pa hiri. Do të jenë 2 gjuajtje të lira për Drilonin, ndërsa kjo është personalja e tretë e Anejt. Rushiti ka 3. Realizon gjuajtje në liri, paga boshëm në gjuajtje të lira në qerekun e 4 është Drilon Hajrizi, edhe parazoj dhe e kaloj Trepçën e përsi.
E tani përsëri e barazon rezultatin në 61-61 kur ka mbetur edhe 6 minuta e 5 sekonda lojë deri në fund të duelit të barabartë dhe të niveluar nga fillimi. Joranej për mrekulli depërton, kërkon atje faul, nuk realizon Anej, Gjakuri Payne e kontrollon dhe organizon sulmin. Dyshja Jones dhe Hajrizi i vinë në blok. Driloni hapët atje, tenton për 3 pikë, sa i herën nuk realizon Anej, më i larti në kërcim Dasyla. Tentoj atje Dasyla në mes këmbëve me plasu topin. Po, Driloni e ndërpreu. Helms, lëvizje mashtruese Wilson për Dasylën. Tentimi Dasylës për 3 pikë, sa i radhe nuk realizon. Mbetet me 8 pikë për i tyre 2 treshe. Hasbrook. Jerry Helms. Personalja e 4 e Helmsit, i cili ankohet në këtë faul. Mënyrë e mire udhëheqës së Dorant Hanës e tërhoqin nga loja Ronda Sylën dhe ndalja aty për ta këshilluar, edhe pse ai në një moment dashti me shku në bank dhe ja shpjegoj pse e nxori dhe çka duhet të bëj të qetësohet pak. Po më pëlqen se si po udhëheq vllaznimin Dorant Hana. Faul nga Driloni. Kjo vetëm personalja e dytë e Drilonit, i cili e vërtet me pikët e tij dhe mënyrën se si po e luan mbrojtjen, po e pengon zhvillimin e lojës skuadrës së vllaznimit. Përvoja e tij erdhi në shprehje në çerekun e 4, po e shfrytëzon Adisi, tani e ka ruajtur deri në fund. Jerry Helms i ka 4 personale, rrezikon largimin ati Koshi, depërton nga një pozitë e vështirë atje Derek Wilson në sekondën e fundit dhe ka skaduar sulmin, nuk e ka prekur rrethin. 62-61, edhe njëherë Derek Wilson me kërcim në sulm atje. Është ky kërcimi i tij 4, sa radhe nuk realizoi 4 kërcime, të 4 në sulmi ka Wilson, 7 pike, 5 asistime të tij. Ka vjedhur edhe 2 topa. Ja, atje tani ndihmon me Harizin. E pingon Drilonin, i mundson Helmsit kërcimin. Gabon në pasim Jerry Helms. Sek Henry. Tani pak loje pa organizuar e të dyja skuadrave. Në loje stilit run and gun, vetëm po vrapojnë dhe po gjuajnë. Kërkon atje Beqiragici disiplinë në lojë. Gjakuri Payne tenton mbi Joranej, i cili e pengon, i vështire pati Jerry Helms. Dalet me personale nga Sek Henry. Personalja e dytë e Henryt. Edhe 3 minuta e 52 sekonda deri në fund të këtij dueli të niveluar. Të dyja skuadrat e patën maksimumin prej 8 pikëve. Në fakt vllaznimi në një moment pati e përsjellë prej 10 pikëve, 35 me 45 në fillim të çerekut të tretë. Më efikasët të dyja skuadrat, Hasbrook dhe Helms, nga 16 pikë secili. Koshi
në sekundat e fundit. Tentoj, nuk realizoj. Anej ishte i vëmendshëm. Jones para ti. Da Sylla do të kthehet në parket. Rushiti është pranë Gjakuri Penit, i cili depërton, realizon dhe rezultatin në 63-61. E ngrit dhe do të kemi timeout nga Dorant Hana. Gjakuri Pen me pikët e tij të para pas një kohe të gjatë. Pra, 10 pikë i pati, janë këto pikët e para të Gjakuri Penit në pjesën e dytë, 10 pikë i pati në pjesën e parë. Gjakuri Pen. E tani më efikasit e trepqa Kenny Hasbrook me 16 pikë, nga 12 i kanë Jones edhe Gjakuri Pen. 8 i ka Drilon Hajrizi, të gjitha 8 pikët e realizuara në këtë qerek. Jashtëzakonshëm Driloni. E tani po shihni në asistimet të niveluara të dyja skuadrat. Çdo gjë e niveluar sonte. Ka arritur sonte definitivisht Doranti, thash që po më pëlqen se si po udhëheq ekipin. Ka arritur që të kontrollon pick and rollin, sidomos me Stevinigu dhe Amzilit. Ka arritur që në një mas të i kontrollon edhe kërcimet në sulm të skuadrës së Trepqës. Të shohim faul i lojtarit me numër 5, Sek Henry. Do të jenë 2 gjuajtje të lira të Joranej, të dyja skuadrat kanë plotësuar bonusin. Edhe 3 minuta 9 sekonda deri në fund. Joranej pa gabueshëm nga gjuajtjet e lira sot dhe vazhdon të jetë i tillë perfekt nga gjuajtjet e lira. 5-5 Anej, 11 pikë të tij. Ka dhe 4 kërcime, 3 blokada. Dhe kjo është huqja e pare Anej, 64 me 62. Pen e vjedh topin, Ronda Sylla shkon shpejt në kundër sulm, nuk e komplikon dhe rezultatin e barazon, nuk shkon me ngulit. Shumë thjesht për pikën e 10. Ronda Sylla, tani mbrojtja Anej shkon me ndihmu, kthehet në mbrojtje. Edhe një ndeshje dramatike mes Trepqës dhe Vllaznimit, një rivalitet i jashtëzakonshëm i dy skuadrave mike. Hasbrook për Sean Johnson, edhe çfarë mbrojtje e mire Joranejt në çastet vendimtare. E detyron Johnson që të prek lopin i fundit. Mbrojtje e mire Anejt, edhe një top i humbur i Trepqës i 18 i ka edhe Vllaznimi. Çdo gjë e niveluar. Joranej pranë Sean Jonesit, depërton, nuk realizon. Driloni topin e kap. Drama po e mrin maksimumin në minatori. Në ndeshjen hapse të Gjiros 23. Bukur, opa, mendova që po ja pason atje Drilonit. Pressing i mirë dhe mbrojtje e mirë e skuadrës së Vllaznimit. Edhe pse ka pasur problem me mbrojt pick and rollin në të kaluarën, sonte kthehet Dorant Hana me Vllaznimin e bëri për mrekulli. Lufton atje Jerry Cole Helms, tenton. Faulli është poshtë megjithatë, bonusi është plotsu. Jerry Helms në vijën e gjuajtjeve të lira, sonte 4-4. Helms Anej 6-5. Andrew Gordon është ai i cili ja prishi pak
efikasitetin nga gjuajtjet e lira. Vazhdon të jetë perfekt nga gjuajtjet e lira. Hellemsi 17 pikë të tij, 5-5 nga penalet. Edhe 1 minutë e 49 deri në fund. Realizon edhe të dytën për 6-4 me 66. Jackory Payne, heroi ndeshjes së kaluar në Karagaq. A do të del tani në sken me treshet e tij? Jones i afrohet. Payne nuk gjuan, drilon Hajrizi, lëvizje bukur mashtruese e gjen Henryn. Payne javje topin, rënda syla masiv sonte. Arvin Rushiti nuk ngutet. Da syla për Hellemsin. Hellems dhe Hasbrook. Mbrojtje fenomenale e Hasbrookut. Anej e shpëton. Ronda syla, ja kthen Anej. Edhe 4 sekonda. Wilson, Anej. Nga një pozit gjuan nuk realizon. Sean Jones topin e fiton. Drama e arrin maksimumin. Trilon Hajrizi. Për 67 me 66. Në qastet vendimtare, ikona e Mitrovicasve, 11 pikë të Drilonit gjitha në qerekun vendimtar. Wilson, Jerry Hellems lufton me Zach Henryn, hero i vllazнимit. Hellems ka një pozitë e vështirë me tabel. 67 me 68, çka po ndodh këtu në Minatori? Po e vazhdojnë serinë e ndeshjeve super dramatike Trepça e vllaznimi. Pa. 67 me 68 edhe 38 presje 5 sekonda deri në fund të këtij dueli. Trilon Hajrizi kur të gjithë të tjerët po ndalën dhe nuk kanë zgjidhje. Ujku i vjetër Mitrovicas, ikona e basketbollit të qytetit Buzibrit, Trilon Hajrizi me treshe e kaloi për një qast skuadrën e Trepçës në e përsi, mirë po aty ishte Jericho Hellemsi me u përgjigj në anën tjetër nga një pozit po ashtu shumë e vështirë. E pace prej çfarë situate gjuajti me tabel dhe realizoi pikën e tij të 20. Njeriu i cili edicionin e kaluar ishte ndër më të merituarit së bashku me Tom Poloshkën dhe Ariana Zemin, të cilët u transferuan ndërkohë në Sigal Prishtinë. Jerry Hellems e sollën në Shanin Ushin në Gjakov trofeun e parë për Kuqezin pas plot 29 viteve, titullin e kampionit e ligës unike. Trofeu i parë, kupa e parë pas luftës dhe e para pas plot 29 viteve. Momentet e fundit të këtij dueli super dramatik. Nëse shënohet kosh, Dorant Hana kërkoi timeout. Jackory Payne. Triloni me Wilsonin. Triloni e Wilsoni. Zach Henry, lëvizje mashtruese, tenton. Nuk realizon. Sean Jones topin e fiton dhe Jerry Hellems faulin e pest e shkakton. Handicap i madh tani për vllaznimin, nevrikoset atje Jericho Hellems. Tarin Todd inkuadrohet në lojë. Jerry Hellems e mbyll ndeshjen me 20 pikë, 4 kërcime, 4 asistime, një performancë e jashtëzakonshme. Sean Jones në çastet vendimtare, rezultatin e barazon 68 me 68. 15 presje 4 sekonda. Timeout ka kërkuar Dorant Hana. Nëse realizon Sean Jonesi. E bën këtë dhe do të kemi timeout. 69 me 68. 15 presje 4 sekonda deri në fund. Çka do të organizon tani Dorant Hana?
po konsultohen atje me Driton Racin. Ja, po I shohim edhe statistikat e skuadrës Vllaznimit. Çdo gjë e niveluar rrugës të basketbollit. Derisa Trepça ka dominuar në ekzekutimin e gjuajtjeve të lira 25 me 21, 84% efikasitet. Në anën tjetër Vllaznimi 18 me 14. Ka 6 treshe, mirë po Vllaznimi ka dominuar në 2 piksha, 18 me 15. Çfarë loje? Nga fillimi deri në fund ishte e niveluar kjo përballje. Edhe njëherë ai topi I vjedhur I Ronda Sylës. 15 presje 4 sekonda deri në fund, 14 sekonda për sulmin e Vllaznimit. Wilson, 9-8-7, tentim për 3 pik. Tmoshiqi ndalet me faul. Nuk ekzekutuan si duhet. Është dashur Ronda Syla që si duket të deportoj jo të gjuaj për 3 pik, nuk e kam të qartë sidoqoftë. Edhe 4 presje 6 sekonda deri në fund. Tmoshiqi në vinë e gjuajtjeve të lira realizon herën e parë për 70 me 68. A do të kemi vazhdime këtu sonte? A do të kemi vazhdime sikurse të mërkurë në Karagaq, apo të shofim? Ishin 4 lojtarë të Vllaznimit në kërcim. Tot duhet të largohet. Mikaile është zakonisht I sakt nga vija gjuajtjeve të lira. E bën këtë për 71 me 68. Derek Wilson ndalet me faul. Do t'i ketë 2 gjuajtje të lira. Hasbrook nuk e lejon që të gjuan. E për qaf atje Hasbrooku Mikailen. Një presje 2 sekonda deri në fund. Derek Wilson në vinë e gjuajtjeve të lira. Të shofim se çka do të bën hera parë. Do të kemi rishikimin e kësaj situate. Do të jenë 2 presje 1 sekonda deri në fund të lojës. Derek Wilson I ka 2 gjuajtje të lira. E realizon të parën për 71 me 69. Çfarë drame nominatori? A do ta huq këte për kërcim në sulm, apo do të realizon dhe janë ndeshur atje me Joranej me Ronda Sylën, këmbë edhe kokë edhe njëherë. Apo jo, në krah dhe është goditur me Sean Johnson atje. Joranej, 2 presje 1 sekonda, time out të dyja skuadrat. Nuk ka guxuar të bëj atë Derek Wilson.
me qëllim nuk guxon me gjujt topin dhe me huq në mënyrë të tillë, është dashur me gjujt në rrethin e dytë me u bo se po e huq në mënyrë që mos të duket si e qëllimshme, për ndryshe topi i kalon Trepçës e më pas të kërkojnë kërcimin në sulm. 71-69, një dramë vërtet, edhe një ndeshje e bukur, interesante dhe dramatike midis Trepçës e Vllaznimit. E ishte e barabart nga fillimi e deri në çastet e fundit, e niveluar dhe dramatike. Me 69. Topi do të rivohet nga anash Sek Henry, a do të shkoj me njëherë me faul. Lojtarët e Vllaznimit nuk kanë rrugdalje tjetër, drama arrin maksimumin. E faul atje ndaj Mikajlet Mushiqit. Ankohet atje Derek Wilson në kohë. 0 presje, 8 sekonda deri në fund. Mushiqi ka 2 gjuajtje të lira. 71-69. Herën e parë është i sakt, edhe pse topi ha mendet aty na mos hyn. 72-69. Dorant Hana ka bë punë të mrekullueshme sonte. Në tentimin e dytë, edhe herën e dytë realizon 73-69 dhe ndeshja përfundon. Një lojë fantastike, një rivalitet i jashtëzakonshëm. Fitore e Trepçës me 4 pike përsi. Hasbrook 16 pikë, Jones 14, Payne 12, mirë po heroi këtij dueli padyshim është Trilon Hajrizi me 11, në anën tjetër Helms 20 pikë. Së shpejti do të jemi me trajnerët e dyja skuadrave. Coach, another dramatic game, yeah. Like in Pea tonight, you were equal at the end. The free throws decided. What went wrong tonight, and why was so tight game? First, we have to know that Vllaznim, I believe Vllaznim is a good team. They are very tough. They have very tough matchup for all teams, you know, because they are very strong and they are big. And what is the most important thing, they play always 24 seconds. They try to not to make mistakes, so you can't have easy points. The first half we got big problem with the offense rebound. The second half we have big problems with the turnovers. Unfortunately, we have 2 point guards. We're supposed to have at least maximum 6 to 7 turnovers. We have 20 turnovers, which is, you know,
should not be happen. It's not that good defense that you have to make turnover. I hope our point guards will start to play basketball. Thank you. Thank you. Pra, e pyeta trajnerin Beqiragicin, ishte një ndeshje dramatike, shumë e niveluar dhe në fund me ato 4 gjuajtjet e lira ishin ato që vendosën. Thash çka nuk shkoj sonte si duhet, po tha së pari Vllaznimi është një skuadër shumë fizike, skuadër e cila luan mbrojtje të jashtëzakonshme dhe skuadër e cila luan 24 sekonda, mundohet që të mos bëj gabime, skuadër e cila të bën presion dhe ajo çka neve na ka penalizu kanë qenë kërcimet në sulm. Në pjesën e parë kërcimet në sulm të Vllaznimit, ndërsa në pjesën e dytë ishin topat e humbur. Playmakerat tonë nuk është e supozuar që të bëjmë më shumë se 6-7 gabime. Sonte patëm 20 topa të humbur dhe shpresoj që playmakerat tonë të nisin të luajnë basketball. Ishim fjalët e trajnerit Beqiragicit, i cili nuk ka qenë i kënaqur i lumtur me lojën të cilën e kanë bërë lojtarët e tij, dhe këtu pranë e kam edhe trajnerin Dorant Hanën. Dorant edhe një ndeshje e mirë, sidomos kundër Radis Beqiragicit, njëri prej trajnerëve më të suksesshëm gjitha kohëve. Keni arritur që ta shtyni në egal lojën deri në fund elshuat rastin që ndoshta edhe të fitoni, edhe një ndeshje dramatike. Çka ishte mirë e çka nuk shkoi mirë? Mendoj që mirë ke agresiviteti jonë si mbrojtje si në sulm, mendoj që i patëm, krahasim me bashkimin i patëm do vendimarrje më të mirë në sulm, ke qarkullimi i topit më i mirë, po prap ndikoi largimi i Samir Zekiçit herët me 5 faulla, edhe me të mpaqshkurt, Trepça shfrytëzoi, patën shumë kthime në sulm gjatë asaj periudhe edhe mendoj që është shfrytzuar mjaft mirë. Po duam i përgëzu lojtarët për angazhimin edhe luftën, edhe neve s'na mbetet tjetër me luftu, ju kom thonë që ky rund i 4 për ne është si 7 finale, edhe në finale nuk ka favorit, kështu që vazhdoj. Faleminderit shumë. Faleminderit. Adhurës basketbollit ishte ky Dorant Hana, i cili me vërtet ka bërë punë të mrekullueshme sonte, sikurse e përmenda edhe gjatë komentimit, në ndeshje e bukur, interesante, dramatike, një atmosferë fenomenale këtu në palestrën Minatori, sidomos me pjesëmarrjen e fëmijëve të cilët e kanë bërë një atmosferë të bukur. Shpresojmë të vazhdojë kështu deri në fund të kampionatit. Nesër i kemi në program edhe 2 ndeshje tjera, ndërsa unë me ju do të jem në derbin Golden Eagle Ylli Go Plus Peja, e cila fillon nga ora 19:30. Nga Unagon Femiu, ekipi realizuesi i Oksigenit për Art Motion, kaq për sonte nga Minatori.